Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Takohemi ditën e sotme me energjinë më të madhe për punë, me pozitivitetin dhe me dashurinë për t'ju takuar dhe për të folur në fakt për personazhet që ju i keni në zemër dhe që i dashuroni pafund. Do flas për Mateo Borin. Mateo Bori, një nga personazhet më të dashur të publikut shqiptar, natën e mbrëmshme na ka dhënë një afrimitet të bukur dhe na ka ndarë një moment fantastik nga përditshmëria dhe jeta e tij. Unë i dua në fakt personazhet të cilët janë mirënjohës, i dua personazhet të cilët janë falendërues, i dua personazhet të cilët dinë të dhurojnë energji të mirë, dinë të dhurojnë dashuri dhe Mateo këtë sekretin brenda vetes së tij e ka. Do të thënë pa marr parasysh sa klikime, pa marr parasysh sa followers, pa marr parasysh sa dashuri ka, Mateo Bori di të dhuroj energji të mirë dhe di të dhuroj pozitivitet. Natën e mbrëmshme në grupin e hapur në Instagram, do ta them një faqe ku Mateo ndan të gjitha momentet e tij, ku Mateo ndan të gjitha sekretet e bukura, Mateo ka hedhur një fotografi në shenjë falënderimi të një bukete me lule që fansat ja kishin dhuruar. Tani shumica mund të më thonë o Tiron, po ky Mateo pse e bën këtë gjë, do të thënë cili është qëllimi i tij? Nuk ka asnjë qëllim, por është mirënjohës për njerëzit të cilët e duan, kështu e shoh unë, është falendërues për njerëzit të cilët e duan dhe është i dashur tek njerëzit të cilët e duan. Dhe kjo është arma dhe dhurata më e bukur që Mateo Bori e ka brenda vetes dhe unë për këtë arsye dua dhe duar trokas Mateon. Mateo siç duket ka gjetur një energji shumë të mirë, ka gjetur pozitivitet brenda vetes dhe di t'i dhuroj shumë bukur publikut shqiptar atë se çfarë publiku e do. Tani, e dini cilët janë ato personazhet që kanë një lloj raporti dhe kanë një lloj marrëdhënie më të madhe me publikun? Janë ato personazh të cilët kanë sjelljen më të afërt dhe kanë atë komoditetin e vetes së tyre, jo me koklartësi, por me thjeshtësi dhe janë te publiku. Dhe kështu Mateo po tregohet. Mateo ka treguar një njerëz shumë të thjeshtë, Mateo ka treguar një djalë me këmbë në tokë dhe nuk është se sillet sikur un jam Mateo dhe jam shumë i famshëm, por sillet si një djalë i cili ka qëllime, ka ëndra, ka vizione për të ardhur bukur te publiku. Dhe mua më pëlqen që Mateo e respekton famën që ka marrur thjesht si një emër dhe nuk e respekton për koklartësi, sepse jemi mësuar nga personazhet publik, të cilët në përditshmërinë e tyre, në jetën e tyre, ato din vetëm të jenë koklartë dhe nuk din të bëjnë për vete publikun. Do të thënë janë larg publikut. Zakonisht njerëzit të cilët kanë komunikimin me publikun e përdorin drytarjen e tyre të Instagramit për të qenë pranë publikut, janë më të dashur dhe unë mendoj që këto mirënjohje që Mateo tregon tek publiku shqiptar dhe jep tek publiku shqiptar e bëjnë Mateon që të jetë i veçantë dhe të jetë kaq i dashur. Do të thënë Mateo ka ndarë një lloj falënderimi për të gjithë fansat dhe ndjekësit e tij, të cilët janë çdo ditë pranë Mateos. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Dua sot pranë jush të risjell në vëmendje edhe një herë një ditëlindje të bukur që mori një vëmendje të bukur, Publiku shqiptar ka qenë i fokusuar, e gjithë mendja ishte tek Greta, tek ditëlindja e saj, prezenca e Vjerit pikërisht në ditëlindje, prezenca e Selin, do me thënë njerëz të cilët vërtet kanë bërë që Greta të jetë e lumtur dhe shumë e gëzuar. Një mision i realizuar, unë do ta quaj takimin e Selinës me babain dhe ardhjen e babait të Selinës në Shqipëri, do ta quaj një mision të realizuar. Do me thënë zotëria e Toni ka realizuar një mision shumë të bukur, një mision që e kishte ëndër. Selina sakrifikoi për familjen, hyri në Big Brother, luftoi pafund, duroi gjithçka vetëm që ta fitojë atë çmim të madh dhe ta nxjerrë në dritë edhe në pa familjen e saj, do me thënë ta bekoi familjen e saj. Dhe kjo gjë i dha Selinës një anë të bukur të medaljes, do me thënë i dha Selinës një anë të çmuar të medaljes së saj.
Sa bukur natën e mbrëmshme kur familja Bollati festonte shumë e gëzuar. Në fakt çuditem nga disa që shkruajnë pse Greta ka përzgjedhur që të bëjë ditëlindje kaq të madhe, pse në restorant ajo nuk bën një dasëm, ajo është thjesht një festë, duhet të jetë një festë më e vogël. Do të thënë ka patur komente të ndryshme sepse gjithmonë ne shqiptarët atë punë tim ne dim të futemi në punë të huaja. Huntën e përdorim për të futur në punë të huaja. Por fatmirësisht arritëm të kuptojmë që kjo festa ishte me dy medalje, do me thënë në këtë fest kaq të bukur kishte dy arsye për të festuar. Fillimisht një herë ditëlindja e Gretës, një ditëlindje e bukur, e bekuar me shumë dashuri, dhe ardhja e babait të Selinës në Shqipëri pas shumë vitesh, do me thënë rikthimi i zotri Jetonit e bëri që Selina të jetë në qendër të vëmendjes dhe Selina ta shijoi edhe një herë ngrohtësinë e babait. Në disa video, në fakt që janë shfaqur në rrjetet sociale, pash lumturi në familje, do me thënë atë lumturi që Selina gjithmonë e thonte, atë lumturi që Selina i kishte munguar, e pash zotëri Jetonin teksa po argëtohej me vajzën edhe me nusen e tij, e pash nënën të Selinës që ishte shumë e lumtur dhe e bekuar në familjen e saj, në atë kontribut të madh që ka dhënë për familjen, dhe gjithashtu e pash edhe onën që festonte i gëzuar. Do me thënë, ishte një mrekulli, ishte një armë e bukur që në fakt i dhuroi familjes një mesazh fantastik dhe e bëri momentin që të jenë të argëtuar edhe të kënaqur. Ku ka më bukur se sa të festojmë familjarisht. Unë ju uroj të gjitha të mirat zotëri Jetonit dhe shpresoj që jeta t'i shkojë kështu mbar siç e pam në ditën e djeshme në video.